Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraeli po thellojnë bashkëpunimin e tyre në një moment kur lufta me Iranin po riformëson aleancat në lindjen e mesme. Vendosja e sistemit izraelit Iron Dome në Emirate dhe koordinimi i sigurisë mes dy vendeve tregon një afrim të paprecedent mes tyre. Ndërkohë, Abu Dhabi po distancohet gjithnjë më shumë nga disa aleat tradicional rajonal dhe po e rishikon rolin e tij në organizata ndërkombëtare. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, sipas raportimeve, urdhëroi fshehurazi ushtrinë izraelite të dërgonte një bateri penguese të sistemit Iron Dome së bashku me ushtarët për ta operuar në Emiratet e Bashkuara Arabe, pas një telefonate me presidentin Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Veprimi sinjalizon se sa shumë janë afruar marrëdhëniet mes dy vendeve. Tani, teksa Emiratet po distancohen nga aleatët e tyre tradicional për shkak të qëndrimit tyre ndaj luftës me Iranin, Izraeli po e sheh një mundësi të paprecedent për t'i forcuar më tej marrëdhëniet, sipas disa zyrtarëve izraelit. Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat në vitin 2020 u bën vendi i parë arab pas 26 vjetësh që normalizoi marrëdhëniet me Izraelin përmes marrëveshjeve të Abrahamit, kanë deklaruar se lufta me Iranin mund të riformizojë aleancat e tyre rajonale. Sipas tyre, ka një zhgënjim me disa nga aleatët e tyre më të afërt arab. Abu Dhabi, sipas zyrtarëve izraelit, dëshiron të afrohet më shumë me Izraelin dhe me vende që mbështesin gjatë luftës, përfshirë Francën, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar. Mes zhvillimeve të kufizuara pozitive që dolën nga lufta me Iranin, kjo marrëdhënie me Abu Dhabin bie në sy si lajm i mirë, ka thënë një burim izraelit në njohuri për raportet e reja me Emiratet për CNN-in, duke shtuar se marrëdhëniet kanë arritur një nivel të ri, edhe në nivel udhëheqësish. Zyrtarët e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe analistë e lidhur me shtetin kanë bërë së fundmi kritika të rralla publike ndaj vendeve arabe, duke akuzuar se nuk kanë reaguar mjaftueshëm gjatë sulmeve iraniane. Këshilltari i presidentit të Emirateve, Anwar Gargash, ka thënë në një konferencë në Dubai se qëndrimi i vendeve të tjera të gjirit ishte historikisht më i dobti. E prisja nga Liga Arabe dhe nuk jam i befasuar, ka thënë ai, duke i referuar organizatës me 22 shtete arabe. Por nuk e prisja nga vendet e gjirit dhe jam i habitur, ka shtuar ai. Teksa kritikat shtoheshin se Izraeli dhe SBA kishin përfshirë gjirin në një luftë që shumica e vendeve të rajonit nuk e donin, Gargash ka theksuar nevojën për marrëdhënie me të dyja palët, duke i thënë CNN-it se ndikimi i Izraelit do të bëhet më i madh në gjirin persik dhe jo më i vogël. Një burim diplomatik i Izraelit ka thënë se Izraeli nuk e kishte parashikuar këtë afërsi kur u nënshua marrëveshja e Abrahamit, duke i referuar thellimit të bashkëpunimit ushtarak. Lufta solli një afrim të paprecedent, i nxitur nga ndjenja një fati të përbashkët. Të dyja vendet u sulmuan dhe kanë një armik të përbashkët. Kjo do të reflektohet patjetër në zgjerimin e marrëdhënieve në të ardhmen, ka thënë një zyrtar izraelit. Këtë javë, Emiratet u tërhoqën nga OPEC-u, pas gati 6 dekadash antarësimi. E pyetur nga CNN-i nëse Arabia Saudite ishte konsultuar, ministri i energjisë Suhail Al-Mazrui ka thënë se ishte një vendim sovran kombëtar. Zyrtari izraelit e ka interpretuar largimin e Emirateve nga OPEC-u si shenjë të distancës në rritje nga qëndrimet tradicionale të gjirit dhe afrimit më të madh me Izraelin dhe SBA-n. Kjo rrit distancën e Emirateve nga politika tradicionale e gjirit dhe i transformon ata në diçka krejtësisht ndryshe në rajon dhe për Izraelin, ka thënë ai, duke shtuar se Emiratet u gjendën të vetmuara dhe Izraeli e Shtetet e Bashkuara ishin aty për ta. Vendosja e fshehtë e sistemit të avancuar izraelit të mbrojtjes ajrore, Iron Dome, në Emiratet e Bashkuara Arabe, tregon thellimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, ka thënë për CNN-in një burim izraelit i njohur me çështjen, duke konfirmuar një raport të agjencisë Axios. Sipas këtij burimi, sistemi u dërgua gjatë luftës me Iranin. Kjo shënon rast të paprecedent të vendosjes së trupave izraelite në një shtet arab dhe hera e parë që Izraeli vendos sistemin Iron Dome jashtë kufive të tij, madje në një kohë kur vetë vendi po përballej me sulme të rënda nga Irani. Zyrtarët izraelit thonë se lufta ka çuar në bashkëpunimin në fushën e sigurisë mes dy vendeve, në nivele të papara më parë. Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara Arabe ndajnë qëndrim përbashkët se, sipas tyre, Islami radikal është kërcënimi kryesor, ka thënë burimi, duke shtuar se
Izraeli i ka mbështetur gjithashtu Emiratet në tensionet e tyre me Arabinë Saudite për rajonin e Bririt të Afrikës. Izraeli më herët pati lidhur disa marrëveshje për shitjen e sistemit Iron Dome jashtë vendit, por kjo del të jetë hera e parë që ai është dislokuar në një shtet tjetër dhe është përdorur në mënyrë operative. Sipas Axiosit, sistemi ka ndaluar 10 raketa iraniane gjatë luftës. Kjo nuk është hera e parë që Izraeli ka ofruar Emirateve sisteme të mbrojtjes ajrore. Sipas dy burimeve të tjera, në vitin 2022, pasi rebelët Houthi nga Jemeni lëshuan raketa drejt Abu Dhabit, Izraeli transferoi një bateri të sistemit Barak 8 pas një kërkese nga presidenti i Emirateve, Mohammed bin Zayed, drejtuar atëherë kryeministit izraelit Naftali Bennett. Yoel Guzanski, studiuesi i lartë në Institutin për Studimet Sigurisë Kombëtare në Tel Aviv dhe i zyrtar në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Izraelit, ka thënë se Emiratet janë tashmë ndër vendet më të afërta me Izraelin. Nuk bëhet fjalë vetëm për sigurinë, ka turizëm, shkencë, investime dhe tregti. Nuk ka asnjë vend arab më të afërt, u shpreh ai, duke përmendur edhe vendimin e Emirateve për të mbajtur ambasadorin në Tel Aviv dhe për të vazhduar fluturimet gjatë luftës në Gaza. Ai ka shtuar se për këtë arsye, Emiratet ka të ngjartë jenë shënjestruar më shumë nga Irani. Në këtë kuptim, Emiratet po paguajnë çmimin për këtë marrëdhënie, ka thënë ai. Nga ana tjetër, Emiratet ndihmojnë Izraelin me inteligjencë sinjalistike, ka shtuar burimi. Ky furnizim përfshin kapjen dhe analizimin e sinjaleve elektronike, kryesisht komunikimeve dhe emetimeve të tjera nga njerëz, sisteme ose pajisje. Nga ana tjetër, Emiratet kanë filluar të ndihen gjithnjë më të distancuara nga fqinjet arab, edhe para luftës dhe se konflikti vetëm e ka përshpejtuar këtë largim.